Pas shumë vitesh, Tora bën bashk Bleron dhe Teutën, publikojnë fotografi së bashku. Për shumë vite, Blero dhe Teuta ishin ndër çiftet më të dashura dhe më të përfolura të showbizit shqiptar. Historia e tyre e dashurisë, martesa dhe ndarja e tyre zëri vend një tregim që icnin me atmosferë të veçantë në mediat sociale. Pas një periudhe të gjatë, ata u rikthyen në vëmendjen e publikut përmes një ngjarje të rëndësishme në jetën e vajzës së tyre, Tara Muharremi. Tara, e cila tashmë është adoleshente, festoi semi-maturën e saj, një moment ku nizën emocione të forta për çdo prind. Ky eveniment, përveç miqve dhe familjarëve, mblodhi bashk edhe dy prindrit që dikur i kishin ndarë një jetë të tërë. Duke u ribashkuar për këtë rast të rëndësishëm, ata tregonin se ndjenjat për vajzën e tyre ishin gjithmonë një prioritet. Fotografia që Tara publikojnë në profilin e saj në Instagram, ku shfaqet pranë të dyve, bëri xhiron e rrjetit. Në atë moment, Blero dhe Teuta bashk të buzëqeshur dhe të relaksuar përfshin një atmosferë të ngrohtë nostalgjike dhe dashurie që preku shumë ndjekësit e tyre. Pavarësisht se Blero e Teuta nuk janë më qift në këtë ngjarje, ata treguan se respekti dhe bashkëpunimi për mirëqenien e Tarës janë përparësitë e tyre kryesore. Për lajmet më të reja nga vendi dhe bota, bëni subscribe kanalin tonë.